Vllaznia e Shkodrës në futboll për femra është kampione e dimrit në sezonin 2025-2026. Skuadra shkodrane, kampione në fuqi, e drejtuar nga Nikolin Leka, ka mbyllur pjesën e parë të këtij sezoni me 8 fitore në 8 ndeshje dhe me 24 pikë të plota është e para në tabelën e klasifikimit. Në përgjithësi jam i kënaqur për si fazë e parë. Përveç fillimit para fazës parë, që ishte fillimi i ndeshjeve të Kupës të Europës, nuk dolëm aty ku kërkoshim medalë, nuk ishim pritshmëritë tona. Kjo pak edhe short i vështirë që na ra, sidomos me ekipin e Interit, por në kampionatin shqiptar, kampionatin kombëtar, bëmë paraqitje e duhura, ashtu siç kishim dëshirën edhe ashtu që kishim kërkuar dhe kishim punuar. 8 ndeshje, 8 fitore për vllazninë e femrave gjatë fazës së parë, por cilën prej tyre veçon si më të veçantën trajneri Leka. Ekipet rivale nuk kemi pas për zemër, sepse kemi ekipe rivale. 3 ekipe, Firi, Gramshi dhe Durrësi janë ekipet rivale që do të jenë si mjet, paktën siç u pa në fazën e parë, por vetëm ekip që na ka vënë vështirësi të rezultati, jo si të paraqitja, të loja, të dominimi që i bëmë atij ekip, ishte ekipi Durrësit që fitoi 1-0 minutën 19, por aty ekipi jonë dominoi gjitha drejtimet lojën, por nuk po delte goli dhe me një gol fituam ndeshjen. Pra janë 3 ekipa rivale që në fazën e dytë them që ndoshta edhe me merkato mund të përforcohen, nuk e di, por them që do të jenë rivale edhe në fazën e dytë, deri në fazën play-off. Për post titullit simbolik, kampion e dimrit, vllaznia e futbollit për femra kërnohet edhe me kapitenin e saj Megi Doçi, e cila në mbrëmjen nga La fitoi topin e artë dhe trofeun tjetër, këpucën e artë. Pa diskutim që krenari, është privilegj ta kesh Megin në ekip, sepse një futbollist si Megi me talentin, me punën e Megit, është vështirë të vinë në Shqipëri për shumë vite, dhe kjo të them me bindje. Shqipëria është në gëlqenuesit më të mirë të kampionatit shqiptar. Pra, jo kot dhe në ndeshjen me Gramshin Megit ylli dhe fanela me numrin 800 gola të shënuar gjatë karrierës së saj, vetëm ekipin dhe vetëm në kampionatin kombëtar, jo pa fut gola që ka shënuar në Kupë Pro League ose në ndeshjet ndërkombëtare si me vllazninë shumë edhe me kombëtarin. Pra Megi është një lojtar i jashtëzakonshëm dhe thash është krenari dhe privilegj ta kena Megin në skuadër. Duke folur për pritshmëritë e pjesës së dytë të sezonit, trajneri Leka premton fitimin e titullit kampion për sezonin 2025-2026.